Incidenti fizik i para pak javëve në xhamin Isa Beg të Shkupit ka shkaktuar debate në lidhje me praninë e vehabizmit në Maqedoni, por ky debat aktualisht bëhet vetëm ndërmjet Bashkisë Fetare Islame dhe një hoxhe të xhamisë Isa Beg i akuzuar si frymëzues i ideologjisë vehabiste në Shkup. Ramadan Ramadani, imam në xhamin Isa Beg dhe i shkarkuar nga detyra me urdhër të Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, refuzon të largohet, ndërkohë që ka filluar një fushat për mbledhjen e nënshkrimeve nga xhamati në xhamin Kushërben dhe në për xhami të tjera për të rrëzuar kryetarin e Bashkisë Islame Sulejman Rexhepin. Nga ana tjetër, Myftinia e Bashkisë Islame në Shkup mbajti sot një takim me Mexhlisin e xhamatit të saj, ku ka shprehur mbështetje për kryetarin e Bashkisë Islame Sulejman Rexhepi. Bashkësia Islame i bën thirrje Ramadan Ramadanit që të qëndrojë larg xhamisë Isa Beg, sepse nuk është më në punës fetar në këtë xhami. Të njëjtit i bëhet me dije që të mos manipuloj me xhamatin dhe besimtarët në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit mos të thirrë në emër të xhamatit të Shkupit, sepse xhamit janë shtëpi të ibadetit dhe jo vend përmes të cilave ai mundohet të instaloj qarqe të erëta politike dhe vehabiste. Apelojmë xhamatin që mos të bie pre i këtyre manipulimeve djallëzore, sepse individ sikur që janë Ramadan Ramadani dëshirojnë që të asgjësojnë islamin tradicional që është praktikuar dhe praktikohet shekuj me radhë, kurse nga ana tjetër, këto qarqe vehabiste në Maqedoni tentojnë që në trojet tona të pastra të shlihen çdo gjurmë të gjuhës tonë, të identitetit tonë, të kulturës tonë dhe çdo gjurmë të traditës tonë. Bashkësia Islame e konsideron vehabizmin si një kancer të rrezikshëm për shoqërinë, ndërsa premton se do të dalë fituese, siç thonë zyrtarët e saj, kundër atyre që synojnë përçarjen dhe shtrembrimin e së vërtetës islame në këto troje. Hoxha Ramadan Ramadani i hedh poshtë akuzat se i takon ndonjë grupi vehabist, ndërsa thekson nga ana tjetër mënyrën e paligjshme dhe të dhunshme sipas tij të ardhjes në krye të Bashkisë Islame të zotit Sulejman Rexhepi. Në Shkup, tiparet sidomos të veshjes apo mbajtjes së mjekrave të burrat dhe mbulesave e ferexheve të gra të reja janë shfaqur në këto 15 vitet e fundit, ndërkohë që Bashkësia Fetare Islame vetëm pas incidentit në xhamin Isa Beg foli për praninë e vehabizmit në vend dhe për marrjen në kontroll të 4 a 5 xhamive në Shkup nga ana e këtyre grupeve. Autoritetet e rendit thonë se nuk do të reagojnë përderisa nuk rrezikohet rendi dhe institucionet shtetërore. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.